që Big Brother i shkon mirë me mbyll. Shka belen Big Brother ti me po fëmija 6 vjeç, me po qika, me po motra, me po nona, shka për të vynaj Big Brother. Jo, la tani ra fëmija në bënar, normal që bjen fëmija në bënar, se të këqyr Big Brother një, të këqyr dolqen shka për bëne marrinat e sajna, si t'ja fillon Big Brother në ora 8, del fëmija kap rryma, jo la ma myti rryma, po normal ta myt rryma se ti kujdesesh për ta. To këqyr Big Brother të ndy sahati. A ki po tash ajo dolçja, ajo po e prishat Big Brother. Krejt Big Brother në dolçja që e prish. A pove gabinat regja që boni protest për me hin Big Brother. Krejt populli do të më qunë kamit që shku para zyrës e teri sa ta blokojnë, krejt teri sa të mshelet, krejt me mbyll këtë Big Brother. Pishkatrojnë me familje, pishkatrojnë me fëmi, pishkatrojnë me nona. Por që ta unë pa thonë me mbyll këtë Big Brother, që ky Big Brother pishtin më raj në mërzveti. Unë mendoj që nuk duhet me ju hangër haku as motra. As të pak, jo. Si me fe, si me legje edhe vojzave i takon hise, pa tjetër Normal, familje, normal. Të e ditë mentalitetin shqiptar që nuk i lojnë vojzave sa duhet, do me thonë, nuk janë dojnë hise. Qyre tash? Edhe tash fjala jote, nështë ka... Fjala jem tash, besoj se ka 2 hise kënë me pas ato që i kanë motrat e veta. Se tash që ajo fjale jem ashkuna për popullat, kënë poplën e Kosovës, e Gjermanije, Zvicere, në shtatë ka ra me ta përmena dhe dikush ty ku je kanë, te ke kanë, apo kuptosh. Këto intervista dhe këto mesazhe që nashta i ipen, shpesh janë ngrisin edhe vedien, shumë të qytetarët edhe. Faleminderit ty që e ke thonë atë gjë dhe thash edhe më herët, hisja nuk është diçka që ti po do me ja dho veç hajt me ja fal, po është diçka që i takon. Me legj dhe me fe, po në shtatë të shqiptarët nuk është shumë e theksume për shkak të mentalitetit që vajza shkon te burri dhe kjo. Po ti prap ke vendos mos me ja hangër haku. Jo se mundi, ka bon shumë mundi. Ka bon shumë mundi, edhe një dashte me thonë për fund. Për që të emision, ju kësha lut kryeministit Kosovës me mbyll. Ju kësha lot. Për cilin? Për emisionin që kemë që në Kosovë që ky që... Jetë full për Big Brother? Big Brother. Të kësha lot kryeministër me mbyll këtë Big Brother. Se po prishen fëmija. Jo valla tani e vrajti, jo valla tani o marto, jo valla grabiti qiken, jo valla filoni. To kësha lot me mbyll qëtë Big Brother. Se boni e le qëtë Big Brother, fëmija kënë me harru bab, e non, e familjet. Qëtë Big Brother i shkon mirë me mbyll. Sa është ai Big Brother? Do të thonë ti po i drejtohesh kryeministit Kosovës. Sa është ai Big Brother? Nuk është, po ai duhet me mbyll, ai vendos për Kosovën, duhet me mbyll. Shka belen Big Brother ti me po fëmija 6 vjeç, me po qika, me po motra, me po nona, shka për të vynaj Big Brother. Big Brother, Big Brother i Kosovës, populli i Kosovës me bat njëre mu më kështë ardhë marrë, pashat madhin zërë. Qa me ndonë ti për Big Brother? Kush po të pengon? Qa po të pengon mas shumë të kjo emision? Pa, e ki pa bre tash, ajo dolqja, ajo po e prishat Big Brother. Krejt Big Brother në dolqja që e prish. Dolqja, krejt Big Brother në pa të thëmë se të merë, ky Big Brother të merë. Pashat zotën, ky Big Brother shumë të merë. Qa po të pengon të dolqja? Krejt sendeve për më ngun, krejt sendeve, së është ai Big Brother, nuk është ai Big Brother, i mutën e së është Big Brother. Le ato që përfitojnë e pi Big Brother të klikime, lene ato, me që ato klikime, shka fitojnë ata, ma mirë klikimet, s'pa thëmë për veti, po mja qune i fukares, me ndimu për këto vërshime, krejt klikimet janë pare, po pashkojnë për marrin klikime, manikyr, pedikyr, jo ato, jo dolçe, jo frizura, jo me prej, nuk është ajo. Po shkoni moj publit me qëto klikime, qëja klikime, shqitja, bën shka dush, qëja publit varfër. Ma shko me marrë klikime që është ai Alaudini, jo vëllaj morë 98.000 e këshyrën vish për 1 orë. Ani mirë në regull, s'pa thëmë kërgjon, po mere klikimet, bëni pare, qëja publit, se kem shumë varfër në Kosovën tonë. 80% ka hala varfësi në Kosovën tonë, vërshimat, shko këshyrin Gjakuf, shko ka bon vërshimat, që tu qenë qeflak,
ka njëri që ka investu 20.000 euro, i ka hinë që flak me uje, me krejt, më ka bon dom edhe mu, i ka bon edhe fshatarve, nuk po del, pa shkojmë për këqyrën Big Brother, sa pa merr shikime, sa pa merr klikime. Edhe ti ki problemin edhe shumë mirë që po e thu se nga ato klikime pasurohen individ caktuar. Nga klikimet që ato klikime i jem na njerëzit që i klikojmë. Po. Edhe pasurohen individ caktuar. Ti po thu që ato paret atyre klikimeve me i marë shteti Kosovës dhe me i dërgu të njerëzit e Jo, po. shteti, jo, Kjo e thotë jo shteti Kosovës. Jo, po ne bo donacion vetë emisione për me një njerëzve. Po jes bre, s'ke nevojë për to. Okej, hajde, Mas mirë ty do të më se dishta me apo një pyetje tjetër. Total, po na shkatrojnë familjet, shtëpia të ky. Me Shkoj. Po tash Danko, ato klikime i bëjnë njerëzit, që i bjen që na shqiptarët i klikojmë edhe i shikojmë. Pse mendon që ky popull është kaq i interesuar për me i pa punë të huaja dhe ç'a bëjnë ata në atë emision? Shpo disha me thonë, vallaj, ky populli, na si popull, na du të me bon protesta. A pave gabinat regja, që bon një protest për me hin Big Brother. Krejt populli du të më qunë kamit që shku para zyrës, e teri sa ta blokojnë, krejt teri sa të mshelet, krejt, me mbyll këtë Big Brother. Pishkatrojnë me familje, pishkatrojnë me thmi, pishkatrojnë me nona, pa bëhen vrasjet. Nuk di gja, dish mas me pas internet, po të thom, edhe është e vërtet, mas me pas internet në për shpia, pasha zotin, për ditë vrasje kështë pa. Për ditë vrasje kështë pa. Unë e pi thom, me mbyll këtë Big Brother, se pa do me shkatru këtë popull, pa do me shkatru thmijen, kur kena dit mara, kur kena dit na telefona, e baba jem, e nona jem, kur ka dit telefona atëherë. Ai unë e kom vetë babën tem, babë, i thash ku s'keni pas telefona, natë 7-ën, natë 8-ën, thash qyshin i marrë vesh, me zanë na marrë vesh, nuk ka pas tash iPhone-a, tash si pa le thmija, pe ka telefonin të kryt. Paluna si Robloxa, Vilvoxa, shkashta e nuk di gja, visi pa qohet thmija, pe ka telefonin, është merë, për ata prind duhet me eduku, nuk i hipet thmijës telefoni fill përbara, po duhet me eduku, mama nonën, shko rrugës Zotit, ngoj e mësusin, ngoj e prindin, ngoj tajna sendet, jo si të linë, si të bën 3-4 muj, jo la pjaqes lojnë atë aty let mashtrojnë thmija pakan, jo la tani ra thmija në bënar, normal që bjen thmija në bënar, se të këqyr Big Brother një, të këqyr doqen shka pa bëne marrinat e sajna, nuk kom komente shka me folë ma për ta. Jo valla tani pa bjen djalin bënar, jo valla ma shkel i kjerit, ta shkel kjeri ku se këshyr. Jo, si t'ja fillon Big Brother në ora 8, del thmija, kap rryma, jo valla ma myti rryma. Po normal ta myt rryma se ti kujdesesh për ta. To këshyr Big Brother të ndy sahati. Jo, t'merr o kjo. Edhe ty po të pengon kaq shumë, do me thonë. Normal, unë për vete nuk mu e shoh hiq. Sunë e shoh, me qëtu senden nuk mu e shoh. Që bala është Big Brother i Shqipnijës, po Big Brother i Shqipnijës është maj mirë se joni. Ka ma edukat, ka ma njërzim. Këtu nuk pa muj as me pa, edhe sytë po mdhamina. Pashat madhin gjatë vish ku ta thaj një ditë televizorit. Nuk është asi, ose me blokuat kanal krejt, ose me mbyll Big Brother. Mu që krejt publi që është i meqën, publi qohet krejt, me krejt, shkon para Big Brother, shkon e mbyll Big Brother. Po nuk mundet mu mbyll diçka e cila është kaq e dashur prej popullit të Kosovës, me thonë kështu. Për shkak se shikojnë atë. Po e shikojnë, po kjo... Po tash, unë nuk du mundojnë pse qyshtek, du mundojnë pse ti me ndonë që ka vëmendje edhe ka kaq shumë klikime dhe shikime, dhe pse njerëzit janë kaq shumë të interesum me shikuat të jallë. Ka klikime se pi bojnë qëtu sendet pa lidhje, për që ta bojnë pa lidhje. Po tash, sidomos unë me bojnë i gjes pa lidhje, marrë klikime. A aty Big Brother për ditë gjonat pa lidhje ndodhin. Ti ju i kini pa dhe vetë, për ditë normal që bën ashtu, bën kështu, e alla pa merr klikime ma shumë, pa shkojnë 100.000 shikime për një orë. Normal që merr ato klikime sa në pa lidhje për ditë Zotit, si të qosh në Facebook, si të ish, ç'është bani filanin. Nuk bën se normal që marrin klikime. Duhet me mbyll. S'ka, nëse s'mbyllet ky Big Brother, atëherë populli gjithmonë
fëmija, familja, kënë mu vra në mërë veti, kënë mu rej, kënë mu kacafyt, normal se pishtymve gjanëv probleme janë. Jo e patat rasin dragash, që e myti djalin nanën. Jo, për shka ka mytaj? Për shembull tash nanës 60 vjeçare i ka thonë nan, a ki pare? I ka thonë s'kam pare. Aje ka myt me mjetet. Ajo gru është Po. byt duke u rra, Për ditë që kish pas rraf nanën e vet. Se normal që e rrev, se i thot nan, ama pensionin, ajo i thot jo më vynë për barna. Ai sëlmohet tani, e sëlmon nanën e vet. Tash e myti nanën e vet. Sha ka fituaj? Ton jetën ajo në burg. Ton jetën e burg. Mos e për myt, tani pa thot, jo valla kanë mendore, jo valla sa kanë mendore, pse s'ke me mendore kështu, te sa myti nanën, tani pja qesin, jo valla kanë me mendore. Nuk ka kanë me mendore. Po shkoj e myti nanën e vet, se tash nanën e vet ai ka lyp pare, nana vet i ka thonë s'kam, se më vyn për barna, për ilaçe, për sende. Atëherë e ka myt nanën. Por që ta unë pa thonë me mbyll këtë Big Brother, se mos zot ndodhe familje qera, që ky Big Brother pishtin mu raj në mërzveti. Por që ta pa thonë mune për mu mbyll ky Big Brother, se fëmija pa mësohen sa në palidhje, po folin sa në palidhje, pi marrin telefonat shkollë, shas pa shojna për telefona. Unë pa thonë për që ta me mbyll këtë Big Brother, a për shef vërshimet vinë për Zotit, pa konvërshime shka duh me bon deti se popli e donë qështu që edhe popli, edhe Zotin e këna arru popli, le ta din që ka Zot net, le ta din që ka familje, nona nuk në ka rrit ma nona neve që kash, nona në ka rrit me skamje, nona në ka rrit me pelena, me tane sendet, me harna, me skamje, baba jem, neve 9.000 në ka rrit, ka i ka morë ato sendet baba jem me në rrit, nëse në dalma që kash, po, me 100.000 skamje, po të bëj bje, kom pas një ratë, kom një babën të atëra konë marka. E kish pas dash me linë nana jem që të motër, e baba jem nuk ka pas pare. Pashat madhin zët, qatë që s'ka pas baba pare, ka lon kirin, veresi, ka punu baba jem qëtu në katon nërgat, edhe ja ka qu nesrit paret, edhe doktori ka thonë shumë shpet një prune. Baba jem a duf me punu shtu në katon tonin, me punu për mi bajt 2-3 përkolica speca, 4 dit ka barë gat, 1 dit për mi bajt sendet babës ten që s'kena pas atër traktora, sende, përkolica, tash që qërë zotit, kreti këna ba, tash to rrit mija, to rrit, edhe sot e këthem, po baba jem po të bëj bi, edhe du shumë, po të bëj bi shumë ka hik baba, ka hik nana, sidomos nana ka hik mas shumë të ju dini edhe vetë, se nana bre e. Janë heroina. A ki po, tanat e ki, po nanë babë së një blinë. Nanë e babë së një blinë, se tanë e ki në për markete, vish baba, nanë nuk ke në vujtë, sidomos baba, nana jem ka vujtë shumë, sa sakrificat, a ka pas, a s'ka pas, jo, shumë i bo thmive për darkë, ka pas rast se buke qaj nga ka qenë shkollë. Ka pas rast se unë e di vetë që që nërë tash unë e pisha nipet me pashat malin zot tyli far teshe bre blem, e tyli far këpuca bre, unë na për veti nuk pa thom që si na shku pa pantolla pa këpuca, e na shku një far veshje këna pas naturale tash pishkyn pantollat e pa shkojnë shkolle, pe harrojnë, besa pa shkojnë me telefon aty, pa mirën vesh, që mësusi sërë, dhe jo që sërë mësusja, a dalim sënë pa uzë, shas pa bon, qërë nga kem shkollën qëtu që, po shka s'bant, shka din ti shka bant aty, ty li farsen, a i kamerat janë, po kamerat në shtashien, shka bedin gjanë. Unë e pjo thëmë, të merë me shto sende që po i qesin Big Brother, i bloksa, lojna për thmi, i kësha thonë, kret me hek total, mas me lanë as një telefon, a ki po shteti uj, qëto shisha që me vinë, ju ka hek në vende, nështë e kini po dhe ju. Ato janë shumë damshme. Shumë janë damshme, unë i kësha thonë me hek edhe në Kosovë, krejt mas më shit as një sen, Përshë që rinia, do më thonë fëmijët 15 vjetë në shtatë, dhe ma të vegjët se 15 vjetë pinë cigare. Jo, ma unë i shoh qëto që thmijën e vëgjel, tonë bre me telefona, shak në dina, qitash kena bon telefonin a i thmija më të kalzove si pa lepja e telefonin. Pa de hava edhe pak me nguc, vish kon aty pak. Neve në reke ma mësusi, unë më konë klas 5-6, unë e vetë në reke mësusi qështu që.
tash nuk guxon mi prek. Tash si për rreth fëmijën pja thirr policien, nuk guxon më me prek. Unë po them myske këtu rrej mësuesi, vish diçka që bëjsha ma bike prindin, pasha zotën, po tash arqet e leq, tash si ta prek e thirr policin, kryj në rregull. Ma thënë fjalë që realisht pak edhe më pleku nështë mu boll më kanë bërë dënë vërshimet e krejt, po pak janë bërë çka do të mu bon këtë Kosovë, se kena harru respektin edhe dashnin edhe për prindin edhe për njerëzit në përgjithësi. Rastin konkret që e përmendën Dragash, djali e vret nonën, janë gjona që e kanë masane edhe një kosto nështë. E qajo kosto vjen që të mënyra. Mënyrat më të vështira, mënyrat më të vështira, tash a ki pa mall. Edhe hojnë nështë edhe njerëz që Po tash nështë psojnë edhe njerëz që ndoshta edhe nuk e meritojnë, po tash a ki pa edhe mall e ki edhe mosafiri be me të ardhë. E ku vike mosafiri, ku vike daja, ku vike teze, ku vike halla, u bo shumë kallabllak, rrishëm te në 2 natës të fol, të kesh, tash mall e ki vjen, qërën e pram i thirr i vllai për ditëlindje, pram i thirr Donipa, edhe erdhen që do që, po asnjë llaf nuk mushin me bën asnjë llaf, vish në telefona. Tash nuk po të vesin daj qysh je e mirë, daj qysh on pasvordi i internetit. Në tanë anë, nuk po e marrë te unë, po në tanë anë këtë botën. I thirrëm Donipa për me nejt, as nuk di ke me bën asnjë llaf. Ai që ka ke babët e ke, ku vishin dajt e babës për me nejt, me ka një javë bërtha rrishin që të qenë qiflak. Tash e ki mall me të ardhë dikush. Vish apë na vjen një motër që kemë martune që ti në vështri, pa vjen me fëmi, pa shkojmë për marrëm, që është të që se ma, hupi daja, hupi tezja, hupi nipat, mos pa vjen. A dish kush një man? Një mo vish familja jote. Familja jote është ma afer, pasha zotën as daja, as nipja, as sen. Kush t'i falë na shesëm që ti në Gjakov, 200, 300, 500, tash ma pak, po bolli janë 200 euro. Boll shpenzime të hek, ku në do mja lyp tash në qitë kohë shtira, ku në do mja lyp 50 euro ose 5 euro, pasha të madhin, zë nuk t'i jep kërkosh 5 euro. Po në, dur t'i kish, nosh po, dita mirë ka marë, a dish ma ko bike burë, s'ki mujt as me dalë, tash pa del, në ashtë ta pak lajt, po s'ka der tjere dhe kjo, po e ki që tash vish demelis mund me punu, ta na koha mirë, mund me punu ku dush, ka pare bëdhe këtu pasha lojnë, ka pare vish që a ki met me punu, se sët dush ki pare, edhe pa shpenzime, te nana, te baba, kur dush e ki, e jetën tonë. Mesazhe ki për rinin që synojnë është edhe që jetën në mëndjen, edhe këto e lojnë shkollimin gjysë dhe lojnë jetën gjysë. Ma loj për rinin e Sudit kisha thonë, edhe ati nuk është kolaj bre, se ati po qonë 5 pa punojnë, nuk e kanë kolaj as ata, se paguajnë edhe banesa, ma shkotash se këshyrin të vinë me kerët mirë. Unë e tregova edhe ma herët, se thash, prindit nuk na kanë bati kaq, po prindit kanë hek, kanë vujt prindrit për me na rrit, me na dëku. Unë e të kallzova edhe ma herët, prindit na kanë rrit me 100.000 skamje, unë e të kallzova edhe realitetin, kanë marrë dikun, ka punu baba jem, ka punu nana jem, nana ka nejt, na ka rrit 7.000, 8.000, na ka asy baba ka dal, ka punu, në kallzova që të qenë qiflak, një dit ka bo argat, për me ne bojt specat se s'ka pas traktor i shkreti, sa koni vetëm, a i ka kallzu vet baba jem të ke më ka do fil, direkt të ke. Mo, ja koni vetëm baba, ne i na konë të vëgjel, s'kena mujt me jap një ndim, po tash i ne rrit, tash pe japëm bështetin e babës, sa ma shumë. Edhe mos me punu, ma shumë me respektu babën, me fjallë të mira, me desht, o babë, shqyqyrë se t'kine, se ka edhe dikush që ka qef me pas babën gjallë, në ditë Sodit, po edhe atyme që ka dik, inshallah ju ka shku në lullet gjenetit a mo pjë thëmë rinive, jeni në mërgim, okej, po nëni, po babë e nënë që të që mas i harroni, se 90% po të thëmë janë ka i harrojnë nënë e babë, po i qojnë dëmë pleqve, tash po i qojnë dëmë pleqve, jo po i thojnë gruja për ishtin me qunë, nuk për ishtin gruja, se ku s'dën djali vetë, nuk mund i qënë, po i qojnë vetë, djali vetë për qënë dëmë pleqve. Ashtë ma marrë me të rritë baba e nana, e tash mas mromi valoj nanë, kompron dëmë pleqve.
sikur një emision që ke ma herët e pata pa, e qoj djali babën e nonën, a i shkreti se kish dit. Tha o birë, tha ku më ki prunë, tha këtu. A më ki prunë, tha nej kunë, tha në baj më shëru. Jo, tha babë, tha të kom prunë, tha në dëm plezve. A kish ma marre me dal loti, pash atë madhin zët, 2 dur t'i këputi, e babë e nonë nuk i qej dëm plezve. Va derë pjo thëmë rëni sotit, mush i menë se me menë nuk jena kërka, si popull shqiptar, si jem kërka absolut. Në ka ik menja vish mërgjim edhe të gruja, prindit e nonën për harën e motrën krejt, si do mos nonën e babë me këshyrë. Atër motra ka derë në hujtë, shkon dhe buri. Po nonën e babë, mos me harru, ju kësha lotë rënisë, qenë Gjermani e krejt botës, kush e këshyrë këtë intervist, e krejt juve ju falenderoj që keni gjetë ku mas pari, Zoti rujt, e shqyqyr që për në vizitoni, bile ju gazetarës për në harroni, se për qeveri, më të në harru. Shqyqyr Zotit juve që për thirëm telefon, s'për në harroni.